A ma mirë me hangër vonë e zime, apo të thyme? Zakonisht pyetjet e juva nuk kanë përgjigje. Unë vezë t'i ha shumë. Seriozisht? Tvergume po na i thënë përzheta. A mendon që ato që i hajnë vezë janë me Albin Kurtin? Jo, për kontrazi. Seriozisht? Se ai gjunte me vezë të prishta. Nga Super. O, vallahi ga shka për thamë. Kur që ty, më dëka që dy janë ja bëjone. Po, mirë, po mos po na kritikojnë na gjithë herë. Sa herë takomi në dalë dhe me thonë, me dhonë opinionet tona. Me thonë ga shka për thamë veç me bëjmë na kritikua të që na kritikojnë dhe të me shikur vetin para se të drejtoj gishtin të dikush tjetër, siguroje që vetën tane e kitë pastër, kërk. Normalisht. A thash? Mire ke Pyetja jone e sotit është kjo. Dil knej, se s'moj më në. Dërec shit, hak sa i mirë që je. Dërec shit, hak sa i mirë, nga. Pyetja jone e sotit është kjo. A ma mirë me hangër vonë e zime, apo të thyme? Të përzhet, apo të fërgume? Me valë të vlume e me lukë të sakatume. E sa interesant. Sa interesant kushtën. Shështë ajo? Unë vezë t'i ha shumë. Seriozisht? Tvergume po na i thënë përzheta. Dërec shit, hak fa më një Është interesant. Bile me bile një 4-5 vezë në mëngjesi ha. 4-5 vezë? Për i me veç veta? Veç veta. Jo, na 3 vezë një familje e kena. Mi pas 4-5 vezë na një darë me ka përceta. Ja, unë ha shumë. Seriozisht? A i hanë dzime? Për vlume me lukë sakatume. Tvergume me tvergume. Zakonisht pyetjet e juva nuk kanë përgjigje. Jo, kanë gjithë herë, për njerëzve që dinë të najna të hapur. Për këtë stresën time që nuk dije, nuk ka përgjigje. Jo, të shumë e dishme. Ti vallahi veç e shirin me ta pa si tita. Shto më të pa si Gjerman, në trëpduk është si Italian, këpusa s'fillenje si më konë Zvicran. Ja, nuk e di përgjigje. Seriozisht? Ja, nuk e di përgjigje. Ma, për e po e di sa leto. Veç një moment, qyshe qillove, a ka lidhje me Halloween kjo? Po, ka vallahi edhe me Halloween. Nga shka po të thëmë, hajde afroj. Afroj se nuk njofi. Po afroj në be, hajde. Tutën se shtrigat me laqës nuk afrohen, ba di hava. Gëm, po du më ta po pytjen edhe një herë, ngo e mirë. A ma mirë vojet më hangër të zime, të përvlume, a të përgjeta me lukë sakatume? Qka janë ato? As kam përgjigje, helbe kushtrim është interesant që... Po voja që të ka zëdishka, voja është voja, shka të i thosh që shdush. Kja që thejhët, Allah ka qitët me voja me lukë sakatut. E kja që përvluhët është e zime. Tja svedena. Ja nuk e dita. Po drejt që të hangër dhe të voj kja hangër ma ti më levë. Në trotonin, o vallahi 77.777 voja gjysi ki. Ja një kamion dalin prej vëzhlijet. Ajte pa, një kamion voje ke hangër e se ke dit. Që kjo, me hangër voje mas me dit që shpe ha. E pa, ashtu e pa. Aj ke hangër e herë 2 voje? Jo. Seriozisht, zime kështu? 4 ma shumë, 5. 4 ma shumë. Thojnë që voja t'jep kalciome, nitriome, t'jep kësi gjana, po ty shka të va? Nuk i di, për ka mjekësia jam zero, se s'kum pas kur probleme me shëndet, pas me Po ku me pas densi. probleme ti me shëndet, voja s'ka lën. Ajo voja i ka atë triciticinet e veta që ti heka të negativitetet e tua. O, sa i mirë, ko shumë, djali me gjybës, ko sa i mirë. Po sot tot, ti e me laqe. Ngam, edhe, po du më të thonë diçka.
Çfarë mendimi ki për gjithë njerëzit që hajnë voe? Po se cili e ka të prefer. Sa i mirë dreqit, hak pa i vogël. Sa i mirë. Po më ka si djalin e gjimës, likmi dashi. Se cili person e ka një ushqim preferum, mas shumë se ushqime tjera, unë vesti kam tregova, kështu që nuk mund të them për askan kur gjë. Vallahi nga shka po të thëmë. A mendon që ato që hajnë vezë janë me Albin Kurtin? Jo, për kontrazi. Seriozisht? Se ai gjunte me vezë të prishta. Vezë të prishta nuk e ondë. Pa të vojem nuqke i ka pas. Si ka pas voje kështë, i ka pas voje Po për të prishta. Faleminderit që ishe pjesë e jona, trujt zoti. Çfarë mendimi ki për ata persona që hajnë vezë? Prap. Po. Se dikush thoj ke me hangër 30 voje, bëhash pull. E këti kështu si voje për dëkësh. As një rudh, voja s'ka rudha, voja s'ka lesh. A unë që shto? Atë ka majt voja që shto, mu kanë që kë njeri që shje sot i frest, i njeri me shumë energji. Do është po, me gjithse jam pensionist, mirë do më thonë, të morë parasysh vjetë e mija, mirë më duket vetë. Të rujtë zoti, faleminderit shumë, e urojna që ti t'kesh një jetë gjatësi shumë. Hajde mirë papë.